Kush telefonon? Me gjitja nga Frizaj. Zona me gjitja, si t'kemi? Mirë, faleminderit jo, se ka lutë për fejs. Mirë, faleminderit edhe ne shumë. Tregom Zoja me gjitja, cili vend ka burrat më romantik? Po si pas mendimit tem, Ana Moravës. Ana Morava, po çka bojnë? Hajde. Edhe njëherë se s'ndëgjova? Mirë, tregom. Çka kanë diçka të veçanta burrat në Ferizaj që bëjnë taj grasë të tyre, bashortës? Drejtën më të tregu, gjeneratat e tona shumë traullën kam. Soni kam 59 vjetë, e përpara nuk e kanë shprehjet. Përpara nuk e kanë shpreh. E sot që shpo e sheh rinin e dosh? Sot mu shumë më pëlqen se i kam 3 vajzat martune, një të june. Mu pëlqen shumë se e do një tjetrin e respektojnë. Mu sa do më pëlqen më shumë. Ta kisha më rrinë që të gjeneratën ta. Ta kishe mbërri këtë gjenerat, po thu. Po qysh ka qenë koha më herët, tregoma? Koha më herët ka qenë shumë edhe afër ku je ullë, nuk e gozu më ullë këtë botë. Gjithmonë ke nejtë e dera, e ke pas një karrika si ke pas. Edhe kur, shme thonë, shumë më kanë, nuk na kanë respektu. Nuk ju kanë respektu? Heq. Cili ka qenë nënçmimi më i madh, po flas ndoshta edhe për ty në këtë rast, po edhe ndoshta nga shoqet tua që të kanë tregu ndonjëherë që janë sjell bashortet e tyre me to? Po ma shumë të tregoj rastin tem. Po të lutem. Unë burri kur s'ka gëzu, as me fol me mua, as me afru nga atës. Punau ta dira, ka thonë, ti veç du të me punu, nuk banë kur gjo me ba, mu vesh me punu. Edhe do me thonë, edhe diçka që ke pos dëshirë ti me ble, nuk të kanë vejtë. Po. Edhe kanë shumë. E tash, unë e këmë jetu në komunë Kaçanik, tash jetë në Ferizaj, e prej se kena orë Ferizaj, o kam për mu së kur këtë ja fjellësh një jetë arej. Po. Po tash... Të burri ka dalë, ka po, që shpi respektën shukët e vetë gratë, edhe ja kom njës tani kom punu, kërë më ka thonë, apë dë me punu, jam që ditë, që shta shumë me punua. Tash apo bana e gore, ta po mëre, se shukët e vetë gratë në punë. Tani kom fillu kom punu. Po. Kom punu në Benaf, ish Benafi që sare i këska qenë. Kom punu, ati kom punu 3 vjetë, tani kom punu me një bank, 5 vjetë, edhe kom kitë jetë ndryshe. Po më vjen mirë dashur tash që është kjo pjesë, po tregom, apo mendon që burri ka qenë i tillë, apo vetëm koha, apo po ja lën fajin ndoshta edhe pak vjerrës edhe kunatës, sepse vetë i ceke? Drejtën më të tregu më shumë, ai nuk gjithmonë ka thonë vjera që ka ta mune, edhe gjithmonë burri ka thonë vete nanën. Mua më sënë vetë. E ta nuk e edhe më këto, tash vish me fëmi edhe kër e po rejthin që shosht edhe ndryshoj edhe ke. Edhe tash ka ndryshu, pak me vones, po që thim plesh ma mirë vën se kur. Tregoma gjestin e fundit romantik të burrit. Po, se di, kër kum ba këto, po edhe tash edhe pak i ka met burrit. I vjen keq që ka atë zakonet, e di që kër e kom pas ditëlindjen, ma ka ble maqinën e anëve, që ata e di që ma gzimin ma të matë që kom pas. Mirë, tu ka duk si një lehtësim. Mirë, edhe kjo është një kujdes është për ty sigurisht. Faleminderit e dashur për telefonatën, faleminderit për këto që na tregova. Faleminderit shumë, kalofshi. Faleminderit ty.